Banka e Shqipërisë ka ulur normën bazë të interesit në 2.5% nga 2.75% që ishte nga ndryshimi i rrësfundi që është bërë në nëntor të vitit kaluar. Arsyet, efektet do t'i diskutojmë tani me kolegun Mario Braka. Mario, të përshëndes. Atëre, cilat ishin arsyet që sollën këtë vendimarrje të Bankës së Shqipërisë për të ulur normën bazë të interesit? Kemi një ulje të normës bazë të interesit për herë të parë që nga nëntori i vitit 2024 kishte frenuar Banka e Shqipërisë politikën e lehtësimit politikës monetare. Në fakt, prej vitit 2023 në 2024 patëm 2 lëvizje në kaun lehtësues, në korrik dhe në nëntor, dhe tashmë për vitin 2025 kemi këtë vendim të fundit të Këshillit Mbikëqyrës Bankës së Shqipërisë i dhënë nga guvernatori i Bankës Qendrore Gent Sejko për të pasur një normë interesi bazë për lekun në nivelin 2.5% nga 2.75% që ishte më herët. Pra një reduktim të normës bazë të interesit për lekun me 0.25%. Gjithashtu kemi lehtësim të politikës monetare për krahun e kredive një ditore nga 3.75%, norma bazë e interesit për kredit një ditore bëhet 3.5%, gjithashtu edhe për depozitat në lek me afat një ditor nga 1.75% zbret në 1.5%. Pra këto janë tre ndryshimet kryesore të cilat përkthehen rrjedhimisht në këste më të lira për qytetarët shqiptar. Guvernatori Sejko i argumentoi me faktin se inflacioni për momentin mbetet në nivele më shumë se sa të dëshiruara. Jemi në inflacion i cili për 5 muajt e parë të vitit nga janari deri në maj është luhatur, por gjithsesi ka mbetur në nivelin mesatar prej 2.1%, është një objektiv prej 3% që Banka e Shqipërisë ka për ta mbajtur nën këtë nivel, pra në një farë mënyrë është më se i lejuar një lëvizje e politikës monetare, gjithashtu edhe ato tensionet gjeopolitike që për një moment patën edhe frikën e përshkallëzimit, flasim për ato në lindjen e mesme mes Izraelit dhe Iranit, ku për një moment u ndërfutën edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ngjallën frikë se në tregje do të kishte një destabilizim, gjë që sigurisht nëse do të kishte përshkallëzuar nuk do të kishim këtë vendim të ditës së sotme. Guvernatori Sejko përcolli të gjithë vendimet e Këshillit Mbikëqyrës së ditës së sotme, ndërtoi edhe atë për ulje normës bazë të interesit për lekun në 2.5%, ku argumentoi edhe faktorët e brendshëm dhe të jashtëm. Ndjekim shumë shkurt një pjesë nga deklarata e guvernatorit Sejko për diskutuar më pas edhe për efektet në ekonominë në përgjithësi dhe për qytetarët në veçantë. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi në mbledhjen e sotme të reduktoj normën bazë të interesit nga niveli 2.75% në nivelin e 2.5%. Gjithashtu të reduktoj normën e interesit të kredisë një ditore nga niveli i 3.75% në nivelin e 3.5%. Dhe të reduktoj normën e interesit të depozitës një ditore nga niveli i 1.75% në nivelin e 1.5%. Këshilli Mbikëqyrës gjykon se kjo vendimarrje krijon kushte monetare më të përshtatshme për kthimin e qëndrueshëm dhe në kohë të inflacionit në objektiv. Ajo rikonfirmon angazhimin ton për kthimin e inflacionit në objektiv në një kohë sa më të shkurtër dhe krijon kushte më akomoduese financiare për rritjen e kreditimit dhe për stabilitetin e kursit të këmbimit. Këto ishin arsyet, Mario, por e vjojmë aty kur ti e le, cilat pra janë efektet e uljes së normës bazë të interesit për ekonominë vendase, por edhe për xhepat e qytetarëve? Po efekti kryesor dhe i drejt për drejt lidhet me kredit që qytetarët shqiptar kanë për të shlyer apo për kredit cilët qytetarët shqiptar kanë plan për të marrë. Kështu që rrjedhimisht si kredit konsumatore, po ashtu edhe kredit hipotekore, pra kredit cilat merren për qëllim shpenzimesh të ndryshme ditore apo kredit cilat merren për qëllime blerje të apartamenteve, rrjedhimisht bëhen më të lira. Kështu që në datën kur do të ketë për të rishikuar këstin e kredive dhe përgjithsisht le të themi kjo periudha nga maj deri në korrik përgjithsisht ka një volum të kredive ku ndodh edhe rishikimi i këstit të tyre, automatikisht do të kursejnë nga 2.000 deri në 5.000 lekë. Pra do të ketë le të themi një luhatje në varësi edhe të këstit kredive që qytetarët do të kenë një reduktim nga 20 deri në 50 euro nëse do ta përkthenim shumë me valutën europiane. Po ashtu për ekonominë në përgjithësi jepet një lloj stimuli. Pra me pasjen e kredive më të lira, rrjedhimisht qytetarët do ta kenë më të thjeshtë për të marrë kredi, rrjedhimisht bizneset po ashtu, gjë që do të jepte një lloj gjallërimi jetës ekonomike të vendit. Një tjetër prej arsyeve për të cilën Banka e Shqipërisë vendosi të ulë normën bazë të interesit në 2.5% është që të mbaj në kontroll edhe lekun. Superleku i cili vijon që të mbivlerësohet karshi
të gjithave valutave tjera kryesore, duket sikur e vetmja mënyrë që Banka e Shqipërisë ka për momentin ka provuar me anë të shtimit të rezervës valutore, por që nuk ka rezultuar efikase, është ajo e lehtësimit të politikës monetare. Pra automatikisht kur norma baze e interesit për lekun bëhet më e ulët, edhe çmimi i tij në treg bëhet më i lirë. Pra rrjedhimisht do të qarkulloj më tepër lek në treg dhe vlera e tij të paktën parashikohet që të bjerë disi ose të paktën të mbes në këto nivele, sepse me Mario? Nuk do të ndodh paktën me euron, sepse nga ana tjetër, megjithëse Banka e Shqipërisë ka për herë të parë lehtësimin e politikës monetare për këtë vit, nga ana tjetër ECB, Banka Qendrore Evropiane, ka bërë plot 4 herë lëshim të politikës monetare, gjë që në një farë mënyrë ka ndikuar edhe tek zhvlerësimi i euros përballë edhe valutave të tjera, përfshirë në këtë rast edhe lekun. Pra, më shumë se sa një ndryshim në kursin e këmbimit valutor, do të kemi një qëndrueshmëri, pra mbajtje një të euros në nivelet e 98 apo të 99 lekëve të paktën deri në fund sezonit turistik masiv veror deri në fund gushtit, dhe më pas me rinisin e vjeshtës mund të kemi një rikthim të ekuilibrave në nivelin e 100 lekëve, siç e patëm edhe në fillim të vitit. Qartë, Mario, të falenderoj shumë për gjitha detajet që na përcolle lidhur me këtë vendim, 3 vendime të fundit të Bankës së Shqipërisë.